Po duke qenë se keni punuar edhe një kohë të gjatë si gazetar, si shihni ndryshimet në gazetari sot? Po thash që gazetaria ka evolu shumë, por përderisa informacioni është bërë shumë më i qasshëm tani për secilin njeri që dëshiron të informohet, do të thonë shumë më tepër nga ajo që ne kemi jetuar në një kohë pak më të hershme, me që ato zhvillimet po ndodhin shumë të shpejta. Për histori nuk janë asgjë, për shembull 30 vjet, 50 vjet, mirë po kjo bota në kohën e fundit është duke ecë, duke lëviz me hapa shumë të shpejtë, sa që është shumë vështirë të përcillet, sidomos që e shihni nga gjeneratat më të moshuar të gjithë këto zhvillime që ndodhin. Gazetaria natyrisht që thash në të kaluarën ka qenë pak se më konservatore, si të themi, më e kontrolluar, për shembull, varet edhe nga sistemet se në çfarë kande e shohim. Nëse flasim për periudhën e sistemit komunist, nga viti 45 deri në 91, kur informacioni ka qenë shumë i kontrolluar, ka pas për shembull një gazetë e përditshme, gazeta Flaka, një radio, një televizion, ka pas disa minuta në program në gjuhën shqipe, ndërsa viteve 90-ta pastaj me ardhjen e demokracisë, me këto zhvillimet e reja, natyrisht që edhe gazetaria me dimension tjetër, domethënë ka një zhvillim më të hapshëm, më të madh, dhe pluraliteti i mendimeve edhe mundësia që të zhvillohen edhe gazetarë të rinj, natyrisht që ka qenë një gjë shumë e bukur dhe pozitive që i ka ndodhur shoqërisë tonë në përgjithësi. Këtu gazetaria shqiptare në Maqedoni, nëse mund të përkufizohemi, është një lloj trajektore, për shembull zhvillimet më kryesore ose rrisitë e para në gazetarinë, ne jemi një treg relativisht i vogël, domethënë të parat vinë në Shqipëri, pastaj kalojnë në Kosovë dhe këtu te ne, për shkak të opinionit ose numrit të absorbuesve potencial të informacionit që janë të gjitha këto. Ju shihni për shembull nëse bëjmë një analizë të debatet televizive, i ndjekni në Shqipëri. Atje ka kohë që ka pas kështu debate shumë dramatike, shumë të vrrullshme, shumë polemika të ashpra mes debatuesve. Pas 15-20 viteve, pak si me vonesë, pastaj erdhi në Kosovë. Tani këto 7-8 vitet e fundit ju e keni gati pasqyrën e njëjtë se çka ndodh në Tiranë, tani edhe në Prishtinë e kemi pat lloj entuziazëm të debateve, të polemikave që bëhen. Kurse te ne këtu në Maqedoni, për shkak të komunitetit që është ndoshta pak më i vogël ose si shoqëri këtu, është pak më zbet kjo, por kjo nuk do të thotë që pas disa viteve ky model pastaj do të mbartet edhe tek ne dhe me që shoqëria zhvillohet dhe evoluon, edhe gazetaria, edhe mentaliteti në përgjithësi i popullatës, i strukturës së njerëzve, dhe me kalimin e kohës pra zhvillohen edhe këto stadie.